Do doja të shkonim tani në një lidhje direkte me kolegen Elda Menga, e cila që prej ditës së djeshme është vendosur për të ndjekur rinumërimin dhe procesin atje. E shoh së bashku me zotin Agron Shejaj që jam e bindur që ndron atje për të mbrojtur mandatin e dytë të Partisë Mundësia, që aq shumë demokratët fatkeqësisht donin në një moment të caktuar t'ja merrin. Ju përshëndes të dyve. Elda, mund të vjosh ti me zotin Shejaj, nuk di nëse ai më dëgjon, por faktikisht kurioze jam të di nëse rinumërimi po shkon njësoj siç ishte më parë apo ka pasur ndryshime? Të paktën nga 18 kuti të hedhura në sistem, të cilët tashmë janë rinumëruar si për kandidatët ashtu edhe për partitë garuese, në fakt nuk është se kemi ndonjë lëvizje të madhe, duke u bazuar rezultateve. Partisë Demokratike në 11 maj i është hequr një vot, Euroatlantik dhe i është hequr 3 vota, Partia Socialiste në fakt ka marrë 19 vota më shumë, ndërkohë që duhet i hiqen në proces verbale për shkak të procesit të rinumërimit. Nisma Shqipëria bëhet rezulton të është hequr padrejtisht një vot, Mundësia në 18 qendra votimi i është hequr një vot, ndërsa PSD-s i është hequr një vot. Ndërkohë, sa i takon lëvizjes së kandidatëve, edhe këtu të paktën sa i takon kutive të para, nuk është se kemi diferencë të thellë votash, pasi Ilir Ali Mehmeti, i cili kërkon apo synon të spostojë Orida Tabakun, rezulton që t'i është hequr padrejtisht vetëm një vot në 18 kuti për gjatë procesit të 11 majit, ndërsa Orida Tabakut 6 vota, por duhet të ndalemi tek mund të themi te mandati 14 që Partia Demokratike synonte që t'ja merrte të paktën përmes marrjes së mandatit të Agron Shejajt, i cili nga momenti i hapjes së kutive të votimit po e ndjek të proces. Fillimisht zoti Shejaj, si po shkon procesi i rinumërimit, keni ndonjë mund të themi shqetësim apo një padrejtësi që mund të jetë bërë të paktën gjatë këtij procesi? Tani, si që thate ju, rinumërimi praktikisht po konfirmon rezultatin e numërimit parë. Ka diferencat vogla, sidomos për Partinë Socialiste, por në rastin konkret ajo që mund të lëvizë mandatin ton janë pretendimet që ka ngritur Partia Demokratike dhe si që thatë praktikisht rezultati është pothuajse identik. Ne kemi në fakt rezultate jo vetëm për 18 kuti sa thatë ju, po për pothuajse 30 kuti dhe rezultati është pak a shumë i njëjti. Gjatë procesit të rinumërimit kemi parë që keni pasur të paktën ankesa sa i takon fletëve të pavlefshme, si u konstatuan më pas nga kasi? Vetmja gjë është që vendimet e kasit në fillim të paktën duken gjitha në favor të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, edhe sepse ata janë vendosur atu, janë zgjedhur nga Partia Demokratike dhe nga Partia Socialiste, por që pavarësisht këtyre vendimeve që janë në favor të tyre, rezultati nuk ka ndryshuar shumë. Ndërkohë, zoti Shejaj, duket që betejat të paktën për parlamentarët është mbyllur, duke konfirmuar në këtë një farë mënyrë edhe mandatin tuaj të dytë, por ju keni hapur të paktën një ofertë të re sa i takon një betejë të pritshme për zgjedhjet lokale, që presim edhe në Bashkinë e Tiranës për shkak të situatës së krijuar me kryebashkiakun. A keni pasur kontakte nga ana e Partisë Demokratike, qoftë edhe nga vetë Sali Berisha për ofertën tuaj që të kemi një kandidat apolitik të përbashkët të gjithë të opozitës? Jo, unë nuk kam patur asnjë kontakt, unë kam folur, kam thënë që ka shumë gjasa që ne të kemi zgjedhjet parakoshme në Tiranë, sepse kryetari aktual i Partisë Socialiste është në arrest dhe në hetim për korrupsion. Në fakt është e çuditshme që akoma nuk është karkuar. Ka shumë mundësi të ketë zgjedhje dhe nëse shohim rezultatin e 11 majit, qartësisht Partia Socialiste ka marrë pothuajse 49% votave. Partia Demokratike, që partia e parë në opozit, ka marrë rreth 32% votave, pastaj ne kemi marrë pothuajse 6% dhe kështu me radhë. Kështu që nëse bazojmë në rezultatet e 11 majit dhe nëse shumë shpejt do kemi zgjedhje për kryetar bashkie, qartësisht Partia Socialiste fiton, nuk ka asnjë dyshim. Nëse ne vazhdojmë me të njëjtin qëndrim. Dhe thjesht kam propozuar të gjithë partive opozitare, jo vetëm Partisë Demokratike, por sigurisht Partia Demokratike është partia më e rëndësishme në opozit, kam propozuar, duke të shikoni, duhet të nxjerrim një kandidat jo partijak, duhet të nxjerrim një kandidat që ka besueshmërinë e duhur, që ka bën kontrast me kandidatët e Partisë me kandidatët ose me ish kryetarin e Bashkisë së Partisë Socialiste që i ka shërbyer qeverisë dhe Edi Ramës, dhe vetëm në këtë mënyrë ne mund të kemi ndonjë shans për të fituar zgjedhjet e ardhshme për kryetar bashkie. Përndryshe, është e qartë që absolutisht.
zgjedhje. Jo, fare patjetër. Thjesht po flas mbi çfarë do të bëjmë, çfarë zgjedhje do të japim, si mund të fitojmë në Bashkinë e Tiranës. Ju e keni një propozim, profil? Unë nuk kam një emër, unë kam një profil. Profili është dikush që ju flet votuesve të opozitës, jo vetëm votuesve të një partie politike, një profil që mund të konkurojë me cilin do që mund të nxjerrë Partia Socialiste dhe Edi Rama, një profil që qartësisht do i shërbej qytetarëve të Tiranës edhe jo kryeministrit të Shqipërisë. Do të sheh për t'ju rikthyer të betejës parlamentare, a jeni penduar që nuk keni bashkëpunuar me Partinë Demokratike ose edhe me gjithë partitë opozitare për të bërë ndryshimin në vend, pra për të... Jo, nuk jam penduar, sepse ne qartësisht morëm vendimin që të dilnim si parti, se donim të dinim se sa mbështetje kishim, sa vota kishim. Imagjinoni të kishim qenë me partitë, si me Partinë Demokratike, po dhe me partitë e tjera. Nga do ta merrnin vesh se që ne kishim marrë pothuajse 6% votave në Tiranë, do ishte pamundur. Si mund të thuash sa vota ka marrë për shembull në koalicionin Nisma Shqipëria bëhet, sa ka marrë Nisma, sa ka marrë Shqipëria bëhet. Okej, mund ta bësh me pak a shumë, me hamendje, por ti nuk mund ta dish. Kështu që ne jemi absolutisht nuk kemi përpishmend, morëm një vendim me vetdije që ne donim të dinim, donim që të zgjidhnim deputetët tanë me votat e Partisë Mundësia dhe të propozonim një alternativë në raport me gjithë subjektet e tjera politike. Zoti Shejaj, dy pyetje. E para, duke njohur shumë mirë strukturat e Partisë Demokratike, të gjithë ata që aderojnë atje i keni pasur kolegë dhe besoj keni marrëdhënie të mira se në fund të ditës bashkë jeni edhe në parlament, por jam kurioze të di mendimin tuaj personal. Kush fiton apo përfiton diçka nga rinumërimi? Do me thënë, sens ka nëse ikon zonja Jorida Tabaku dhe vjen zoti Ilir Ali Mehmeti? Në gjykimin tuaj vetëm personal në këtë rast? Jo, kuptim ka. Kuptim ka, sepse duhet respektuar vullneti i qytetarëve, kështu që kuptim ka. E vërteta është, ajo që unë personalisht nuk kuptoj, është çfarë kuptimi ka dhe në bazë të cilat janë faktet që e bëjnë Partinë Demokratike të besoj që do i rëmbej mandatin, apo do i marrë mandatin Partisë Mundësia, mandatin ton. Diferenca është me pothuajse 1200-1300 vota. Nga filmimet që ne gjithë kemi, që kanë gjitha partitë politike, qartësisht duket që rezultati, numërimi korrespondon me çfarë është në video. Kutit e para janë shumë pak në fakt, do të presim të tjerat, tregojnë një trend ku praktikisht votat, po numërimi i parë është bërë pothuajse në mënyrë korrespondon me rezultatet e rinumërimit, kështu që këtë nuk kuptoj. Mbi bazë idhen pretendime mbi mandatin e dytë të Partisë Mundësia. Ju dëgjova më herët kur thatë nuk do ta dinim që kishim 6% të votave në Tiranë nëse do të kishim qenë bashkë. Sot që e dini që keni 6% të votave, e konsideroni sukses apo kishit pritshmëri më të larta? Tani, kishim pritshmëri më të larta, absolutisht kemi punuar dhe kishim pritshmëri më të larta, por sidoqoftë, sidomos në krahasim me pretendimet dhe me parashikimet që bënin kundërshtarët tanë sidomos, edhe shumë përfaqësues të mediave dhe analist, rezultati ynë është shumë i mirë për ata. Mendoj që është një fillim i mirë, nuk është si për herë të parë të futesh në zgjedhje ku ka dhe oferta të tjera të partive të reja, nuk ishim vetëm një parti e re, dhe të marrësh pothuajse 10% në Tiranë, në Bashkinë e Tiranës, dhe një rezultat të ngjashëm pothuajse në të gjitha qendrat urbane në Vlorë, në Fier, në Durrës, unë mendoj që është një rezultat inkurajues, le të them, është një fillim i mirë, por kjo nuk do të thotë që arritëm, ja dolëm edhe tani e nuk do të punojmë më. Asnjë kontakt në Partinë Demokratike për një kandidat të përbashkët për kryetarin e bashkisë, nëse e kuptova qartë atë që ju thatë. A keni pasur ju kontakte me ndonjë nga partitë e reja që e dini tani më zyrtare që do të jetë në parlament nga shtatori? Nuk e di, ndoshta për të pasur një lloj bashkëpunimi në të ardhmen, për të bashkuar votat me ta për ligje apo për diçka që mund t'ju vlej? Jo, nuk kemi patur. Me asnjë. Me asnjë. Okej, e qartë. Ju përshëndes. Elda, nëse s'ke pyetje tjetër për zotin Shejaj? Jo. Okej, e falenderoj. Besoj që ishte i qartë zoti Shejaj, ai të presë edhe procesin e rinumërimit, kështu që këtu do jemi.
Jo, se s'kam gjë për të shtuar, nëse s'kem çat them. Jo, e qartë, e qartë. Ideja është mbase pyetja si Dorelës ishte për ligje të rëndësishme ose mund të presim që në vjesht, jo, nëse do keni në të ardhmen. Ideja është që kemi ndryshime në kodin elektoral. A mendoni që ky kod duhet ndryshuar dhe nëse do të ndryshuar? Mbi kodin elektoral, ne të vetmi gjë që mund të bëjmë me 2 mandate, mund të bëjmë vetëm opozit. Të themi mendimin ton, të bëjmë betejat tona, të denoncojmë në parlament atë çfarë nuk shkon, edhe të propozojmë se si duhet bërë. Por ne nuk kemi mundësi me 2 vota të ndikojmë mbi agjendën dhe të kushtëzojmë vendimet e parlamentit. Pastaj, nëse do të futemi me partitë e tjera, opozitare, të gjitha partitë opozitare, unë mendoj që në parlament do kemi majorancën dhe të gjitha partitë opozitare. Automatikisht partitë opozitare janë opozit, kështu që ka diçka që i bashkon. Nuk mendoj se ka nevojë as për aleancë, as për koalicione. Se vetëm në Shqipëri dëgjojnë koalicionin në opozit. Në opozit janë gjithë në opozit, kështu do votojnë gjithë kundër Edi Ramës. Kjo është ajo që i bashkon. A keni një propozim konkret për kodin elektoral duke parë? Për kodin elektoral, kodi elektoral ka nevojë për një Atëherë, kodet elektorale penalizojnë partitë e reja kudo. Me të njëjtin rezultat që kemi marrë ne në shumë parlamente, në shumë shtete të Bashkimit Evropian nuk do hyjnë fare në parlament. Kështu që kjo është për të thënë. Ajo që unë mendoj që është një penalizim shumë i madh, jo vetëm për partitë e reja, por për opozitën në përgjithësi, është mojimi të drejtës për të bërë koalicion në opozit. Sepse koalicionet janë hequr dhe ajo që koalicionet që kanë bërë në fakt nuk janë koalicione, janë një mënyrë për t'i bërë koalicionet pavarësisht se ligji nuk i parashikon koalicionet, ku praktikisht partitë shkrihen, nuk kanë e humasin individualitetin e tyre. Kështu që ky është një ndryshim që absolutisht nëse duam që në Shqipëri të ketë zgjedhje demokratike dhe të garojmë në kushte të barabarta, duhet që të rikthehet mundësia për partitë të gjitha, po sidomos për partitë opozitare, që të kenë mundësi të bëjnë koalicione, po jo të bëjnë koalicione duke u shkrirë brenda partive të tjera, se pastaj ç'kuptimi ka. Po sa i takon listave të hapura të mbyllura, listat me aq përqindse janë hapura apo janë mbyllur? Unë personalisht jam për listat të hapura, por nuk besoj se është kjo pengesa kryesore. Nuk besoj. Ne kemi patur për shembull në rastin konkret parti politike që gjetën atë eskamotazhin duke vendosur në listë kandidat fiktiv, le të themi, dhe votuesit patën mundësi të votojnë kandidatët nga lista e hapur, por nuk është se pati ndonjë ndryshim. Kishte apo jo po të kishte qenë listat e hapura? Tren bulgar. Shiko, tani po diskutojmë për problemet e zgjedhjeve. Unë mendoj që kur flasim për zgjedhjet në Shqipëri, ne përqendrohemi vetëm ose tek fushata elektorale, ose tek dita e votimit. Dhe mendoj që ky është problemi më i madh. Nëse ne duam të gjejmë problemin e zgjedhjeve, problemin e demokracisë në Shqipëri, problemin e mojimit të drejtës për qytetarë shqiptarë që të vendosin rotacionin politik në Shqipëri, nuk duhet ta gjejmë ditën e zgjedhjeve. Nuk do gjetur as në fushat elektorale, por duhet gjetur në të gjithë 4 vjeçarin e qeverisjes së majorancës. Unë mendoj që problemet kryesore në Shqipëri që kanë të bëjnë me zgjedhjet janë e para financimi i partive politike. Ky është thelbësor. Parat që Partia Socialiste, partitë e mëdhaja përdorin jo vetëm gjatë fushatës, por gjatë 4 vjeçarit për të manipuluar opinionin publik, sidomos duke ndikuar në media, ky është elementi kyç që i bën zgjedhjen në Shqipëri pothuajse një formalitet dhe zvoglon në maksimum mundësitë për një rotacion politik në Shqipëri. Ky është thelbësor. Pastaj kuptohet përdorimi i administratës, lidhjet me krimin, por janë parat ato që bëjnë diferencën. Parat që Partia Socialiste hedh në fushat dhe jo vetëm në fushat është një krim në fakt, sepse janë parat e qytetarëve që i vidhen qytetarëve nga qeveria në atë 4 vjeçar dhe me ato para pastaj Edi Rama fiton zgjedhjet duke u mbushur mendjen qytetarëve, sidomos jo vetëm duke bler votën, ndonjëherë duke bler votën, por dhe duke u mbushur mendjen qytetarëve që Edi Rama në fundit është zgjidhja më e mirë. Kjo është, kurse ta reduktosh në tren bulgar, për mendimin tim është një gjë dhe mund të ketë ekzistuar, por nuk është ai thelbi. Faleminderit shumë, të përshëndes, Elda, të falenderoj edhe ty. Zoti Shejaj, rinumërim të mbar më takon të them se nuk di tani, për urimet besoj kemi kaluar. Faleminderit. Faleminderit ju. Mirë, ne do ndalemi shumë shkurt në një hapësirë publicitare për të rikthyer për të folur për një temë mjaft interesante me afrimin ose më saktë ardhjen tani më të pushimeve verore. Një nga idetë që kryesisht shumë njerëzve u vjen në mendje është cili mund të jetë libri i dur që mund të na shoqërojë gjatë ditëve të verës. Pas pak do të flasim për këtë.